Përshëndetje, këtu ndodhem në fshatin Urë të Shëngjërgjit të Tiranës. Ju a kam prezentuar dhe një këtë selvin nga mbrapa, shikoni si është selvia, gjigande, është shumë e vjetër, shumë vjeçare. Fshati Urë është një mrekulli më vete, shikoni si rrethohet nga male, sa i pastër qielli, sa i pastër ajri, sa freskët. Akoma nuk ka perënduar dielli. Në fakt mbrëmja këtu është shumë e freskët. Të mbushen mushkurit me ajër, merr frymëlërisht, nuk e ndjen atë vapën e Tiranës, që në fakt gjatë ditës po dhe natës është shumë vap këto ditë, ndërkohë që këtu në fshatin Urë, në Shëngjërgjit e Tiranës, është një mrekulli. Pra është një ajër shumë i pastër dhe të mbushen sytë me gjelbërin, me pamje të mrekullueshme. Unë po ju tregoj pak që ju mund të shikoni. Pra rreth rrotull ka male, ka kodra, ka pemë, por mbi gjitha ka ajër të pastër, ka gjelbërim, ka gjithçka, çdo gjë bio, natyra e mrekullueshme. Ky është fshati Urë në Shëngjërgjit të Tiranës. Ju përshëndes të gjithëve.